Në vendlindjen e shumë figurave të rilindjes kombëtare, kryeministri Rama kërkoi të përçojë mesazhin se shqiptarët kanë pasur gjithmonë orientim drejt perëndimit dhe se integrimi evropian është një proces i pandalshëm. Gjergj Kastrioti Skënderbeu e ka përcaktuar që atëherë se cili është drejtimi ynë, dhe ai drejtim është kthyer në një amanet nga rilindasit që na lanë vargun e famshëm dielli për ne lind andej nga perëndon. Tek të gjithë të tjerët që luftuan për një Shqipëri të pavarur nga lindja dhe të lidhur me perëndimin. Dhe sot ky është interesi i një populli të tërë, sepse fati ka dashur që të na vinë në dorë kjo mundësi dhe zgjedhja është mes këtij interesi dhe hallit të një njeriu të vetëm. Kryeministri shfrytëzoi këtë ndalesë edhe për të krahasuar vizionin politik të Partisë Socialiste me atë të opozitës, duke përdorur një gjuhë të ashpër dhe simbolike të njohur nga fjalori i tij elektoral. Do bëj një zgjedhje shumë të qartë me Shqipërinë në BE që do të thotë 300 milion euro në vit vetëm për bujqësinë, apo me bufin në kënet, asgjë më shumë, asgjë më pak, po mbrapsh tek ajo grop e cila 2 herë bufi e zhyti Shqipërinë, 2 herë Partia Socialiste e nxori Shqipërinë. I ndalur edhe te kritikat për gjuhën ndaj burrave, Rama u përpoq të shpjegojë ironinë e përdorur, duke theksuar peshën që ka elektorati femëror në mbështetjen e PS-s. Po kur thon Edi Rama ofendon burrat se i quan qyryk. Jo, prit e them unë, po prit. Po. Unë them kështu, Partia Socialiste nuk mundet dot. Është e kot. Pse? Sepse Partinë Socialiste mbështesin 56% e gravet e vajzave të Shqipërisë. Ndërkohë që te burrat jemi më ngushtë në diferencë me kënetën. Pse? Se gjysma e burrave nuk janë mirë. Nuk janë mirë. Gjysma janë gjysmën e trurit e kanë me ujë. E ujë kënete. Përveç angazhimit politik, kryeministri prezantoi edhe projektin e gazifikimit të qytetit Korçës, një ndër investimet që synon përmirësimin e jetesës urbane dhe efikasitetin energjetik. Ndërkohë, në Pogradec inspektoi punimet për restaurimin dhe rivitalizimin e lagjes historike, duke theksuar rëndësinë e trashëgimisë kulturore dhe turizmit lokal si faktor zhvillimi ekonomik.